Një projekt tjetër, pjesa e jote është lënë. Trego pak për projektin tonë, për eksperiencën tonë. Po, si ide fillestare, ka qenë me gjetë një pjesë shoqërisë e cila është ma shumë e vujtne. Edhe si ide kemi zgjedhur jetimat. Kemi kontaktu me shumë jetimure në si grup, edhe kemi ardhur për fundim me jetimurën të SOS Fshatit. E përmend edhe shokët e tjerë, diçka që më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë pozitiviteti që e kam pas. Dhe më thonë, ata e dina që kanë kalu shumë sene një tynev, edhe si fëmijë me kalu asë gjëra është shumë shtirë, me te i kalu, po prapë që prapë kanë qenë shumë pozitiv. Kemi folje edhe me kryesorët e SOS Fshatit, edhe i me orë me një përfundim që si ide kryesore e projektit tonë është mja renovu pjesën sportive të borët që kanë jashtë, edhe mja ndërtu dy struktura të shohut, që me promovu ma shumë pjesën e aktivitetit fizik edhe aktivitetit mendor. Qysh e kam prit? Qysh ka qenë basë takime me ta? Qysh ka shku gjithë shka? Shumë i mirë ka qenë. Dhe më thonë, janë kanë tepër pozitive dhe persona që në kanë prit, me cilës kanë prit me full, kanë njep idejat ndryshme, edhe dhe më thonë, në kanë bo mundi si kurena me një ambjent ku mujna me shfaq gjitha ngjyrat tona. Po. Si ndiheni mbase kur e shini që paka shumë projekte ose ajo që ka jeni mundu edhe ju me ndoa bashkë me Kryqin e Kuq, me nxënësit, po ka që shumë sukses. Po e thëmë sukses sepse vetëm nga këta tre nxënës që i kemi këtu po kuptojmë sa shumë ka ndiku edhe në gjendjen emocionale dhe në aspektin emocional të këta edhe të eksperiencat që mbase i ka ndoa me të tjerët. Ka ndiku shumë mirë. Besom që jam shumë e kënaqur kur nxënës në vinë edhe thojnë e kemi bo këtë aktivitet, kemi planifiku këtë aktivitet, kemi qenë këtu shumicën e rasteve kur kemi mundësi, po ka njerë po ndodhë me qenë mësim, nxënës kanë shku edhe vetë, po kur kemi mundësi, jo se unë ose profesori Leutrim, ju bashkë nxitëm nxënësve që me shku bashkë në aktivitete, po është një knatësi e veçantë, sidomos kur ki me nxënësa shumë të mirë. Nxënës e gjimnazit specializum, i kemi nxënës të përzgjedhur nivel të Kosovës, nxënës i kemi talentet e matematikës. Do të thot i kemi nxënësat që me ta, ku do që të shkojsh, je ballhapun nuk tutesh që diçka nuk ka mu realizu ose nuk ka mu bo. As nuk po e dyshoj, me krejt muhabeten edhe krejt që apo flasin këtu në studio, po e pasqyrojnë një pjesë të asaj që po e thëni. Një pjesë e vogël i kemi edhe 29 nxënës atje që nuk kanë mujt me qenë prezent me neve. Tash kur flasim, sa do të zgjas kjo projekt? Ky projekt deri me datën 4 prill i kemi finalizimin. Me 24-25 prill e kemi një takim përfaqësues të projekteve. Kanë mu përzgjedh projektet më të mira që janë bo, nivel 36 shkollave. Masa ne kemi me 14 maj është kampanja, do të thotë kanë me u certifiku grupi nxënësve dhe mësimdhënësat që janë konë pjesë e projektit Kryqit Kuq. Po. Deri në atë datë, do të shkoni të vizitoni shkolla tjera? Po, do t'i finalizojmë deri me datën 4 prill, jemi të mundu me finalizu në gjitha fushat e projektit. Qysh do të shkoj ta gjatë ditëve të tjera? E keni të caktuar për shembull sa shkolla, sa projekte do të organizohen? Po janë krejt të bo me planet. Jo është plani i veprimit. Nxënësat e kanë bo planin, i kanë para po aktivitetet, pjesë ku dojnë me qenë. Kemi klasë të 10 për shembull që është mbrojtja e mjedisit, kanë planifiku me dalë me vedisu, me bo vedisimin e shisheve, mos me gjujt shishet në vene pa ven, po në qofë se e dorëzon një shishet të zbrast, me ajo një shishe me ujë. Po, ide shumë mirë, dhe që e dim që në vendet e huaja për shembull, për çdo shishe kthehet pastaj në para, ose diçka e tillë. Nxënësit e kanë mendu që të mënyrë. Ide shumë e mirë. What? Diçka tjetër që nga ka gëzu neve, grupin të në mu si der grupit të konë, mënyra se sa shpejt ka arrit vëmendja publikut të projekti ju. Për shembull, në 3 rrjetet sociale, në Facebook, Instagram dhe TikTok, mrena 2 javë gjysë kësha thonë, vetë se i kina mrit ofër 100.000 klikime. Dhe më thonë, mënyra që si sot du të me vepru është për mes internetit, që ashtu kina ndikim mas shumë të si dhe mos të trit. Pra kjo është një mesazh që rrjetet sociale mundën me u promovu për gjëra të mira, me promovu mesazhe, me promovu projekte të mira që ju ndihmojnë edhe tek të tjerët.